Karaibe që përballen me pasojat e shkatrimeve të uraganit Melissa, i cili shkaktoi rajonin duke e lënë pas një panoramë rrënuese, rreshet e dendura dhe erërat që kapin shpejtësi mbi 200 km/h shkatruan përmbytje masive, shëmbje, godinash dhe ndërprerje të energjisë elektrike në Jamaikë, Kubë dhe Bahamas. Sipas autoriteteve lokale, të paktën 30 persona kanë humbur jetën deri më tani, ndërsa ekipet e shpëtimit paralajmërojnë se bilanci mund të rritet në ditët në vijim për shkak të zonave ende të izoluara. Në Jamaikë, Ministri Andre Holness vizitoi disa nga komunitetet më të goditura për të vlerësuar dëmet e mëdha të shkaktuara nga përpyetjet dhe rreshjet e tokës. Kjo është një tragjedi kombëtare për popullin ton, do të tregojmë forcën dhe unitetin që na ka karakterizuar gjithmonë, tha Holness në një deklaratë për mediat. Në Kubë, autoritetet njoftuan se më shumë se 735.000 persona u evakuuan përpara mbërritjes në të suhis, ndërsa 10 zona rurale mbetën pa energji dhe lidhje rrugore. Uragani preku territorin kuban si një stuhi e kategorisë së 3, duke shkaktuar platancione, shtëpi dhe objekte publike. Ndërsa kolona mbi Bahama Melissa humbi disi intensitetin duke e ulur në kategori 1, por fusha e saj e gjerë e erave vazhdoi të shkaktonte dëme serioze. Rreth 1500 banor u detyruan të largoheshin nga banesat e tyre dhe të gjitha fluturimet u pezulluan. Efektet e uraganit u ndjen dhe në Republikën Dominikane dhe Haiti, ku raportuan përmbytje të mëdha dhe dëme të konsiderueshme në zonat bregtetare. Ndërkohë, autoritetet e emergjencave në të gjithë rajonin po përpiqen të pastrojnë rrugët dhe të rikthejnë furnizimin me energji në komunitetet e prekura, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se sina e uraganëve në Atlantik pritet të jetë ndër më të rrezikshmet e dekadës së fundit.